këto në ndërim të 15 vjetorit të rënjës së dëshmorit Nasser Kodra. Njerëz si Naseri, i cili ishte edhe artist, ishte kobi madh të jetojnë në robëri. Për ju të pranishëm, ajo kohë është ende e freskët, sepse të gjithë e keni vuajtur atë. Njerëz si Ademi, Hamza, Bat Shabani, Naseri, Zahir Pajaziti, Bekim Berisha, Iliri, Ajeti, Zaimi, Ilazi, e shumë dëshmor e martir të tjerë, duhet t'i kujtojmë, mos t'i harrojmë, ata janë kënaria jonë. Ata duhet të jenë motivi më i madh që ne të vazhdojmë tutje. Ata dhanë gjithçka që të paktën ne sot të shëtisim, të luajmë, të komunikojmë lirshën. Ata dhanë gjithçka që rrezet e lirisë të shëndrisin me fort. Që ne të kemi një të ardhme, që ne të paktën të flasim gjuhën tonë, të kemi një shkollë. Dhe ju vetëm ata dëshmor e martir që ranë për liri, por edhe njerëzit tonë, që sot janë gjallë, po nga misionet evropiane, po u mohohet liria. Si kryetari ynë zotri Samil Ushtaku, Sulejman Selimi, Rustem, Sabete Hetem Geci e shumë të tjerë. Ata nuk janë kriminell, si po na i quajnë ata. Këta janë njerëzit tanë, janë shlirimtare tanë, nuk shkuan e luftë, se patën dhe një mision të pakryer. E misioni tyre ishte që t'i vendosnin shtyllat e shtetit tonë, në të cilat sot po ndërtohen institucionet e vendit, të nderuar miq. Dhe ju nxënës të dashur, kujtojeni të kaluarën, mburreni me të, sepse ajo është historia jonë, e larë me gjakun e baballarëve tonë, që ne sot në fetyra tona të kemi buzëqeshjen. Për nder të gjithë dëshmorëve dhe martirëve të rënë, ju ftoj për një minutë heshtje.